Brukselin për të gjithë hapat e ardhshëm që do të mund të ndodhin. Kemi një personel të ri në Bruksel, kemi një përfaqësuese të re të lartë të politikës jashtme, e cila është ish kryeministra e Estonisë, e cila ka një ndjeshmëri tjetër edhe për temat e rajonit ton nga Josep Borrell. Kemi një diplomacia BE-s për një njerit për një shtetit 2-3 milion. Kemi një tjetër përfaqësues të saj për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Pse po thoni çështje vullnetit individual është si kjo? Po është çështje negociatash, nuk është çështje vullnetit, është çështje negociatash. Për herë të parë ne kemi dëshmuar që jemi në gjendje në tavolinë ta fitojmë betejën me Serbinë. Dhe edhe betejë kemi fituar në tavolinë. Të gjitha betejat i kemi fituar me Serbinë në tavolinë. Ku ndodhet sot Kosova dhe ku ndodhet sot Serbia. Kosova është në sankcione. Serbia çdo ditë sankcione të hoqe, nuk e dia. 50% janë tërhequr, jo krejt. 50% janë tërhequr në dhjetor, 50% hiqen në janar. BE-ja nuk do të na gënjej, BE-ja është zotuar që në janar do të hiqen gjitha. Apo doni të thoni që Ursula von der Leyen është duke gënjur opinionin publik? Kur thot që në janar do të hiqet dhe pjesa tjetër? Nëse i heqen janar, unë e thëmë që në heqen. Ajo është zotuar që do të hiqen në janar. Po dhe ne jemi zotu që i zbatojmë. Edhe ne jemi zotu që i zbatojmë do marrëveshje dhe nuk i kemi zbatu. Qëto po tentojmë me Iran fije. A janë obligime ndërkombëtare? Neve, ndërkohë që i dim obligimet ndërkombëtare, nuk kemi lënë asnjë temë pa e vëmë përsërin tavolinë në përpjekje për të korrigjuar gabimet e skaluarës. Shikoni, në këto tema, çfarë më bën përshtypje mua tek opozita jonë, është kjo, që shumë pak jemi kritikuar, akuzuar, shar, apo quajeni si të doni, rreth hapave që kemi ndërmarr, po kryesisht sulmet kanë ardhur me akuzën që nuk kemi qenë brenda një mandati 4 vjeçar, nuk kemi qenë në gjendje ti riparoj mjaftueshëm gabimet kolosale që ata i kanë bërë në të kaluarën në raport edhe me marrëveshjet ndërkombëtare, edhe me qasjen në tema të ndryshme që kanë pasur të bëjnë me pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Por ne nuk kemi magjistar që për 4 vjet ti korrigjojmë gjithë gabimet e tyre. Së pari, ende më mungon nga opozita një deklaratë e cila thot po, asociacioni cilin e kemi nënshkruar në vitin 2013 ka qenë gabim. Do të na ndihmonte shumë në arenën ndërkombëtare. Po një gjë e tillë nuk vjen, përkundrazi. Më duket që e majnë men kryetorin e kuvendit edhe paraordhësin tuaj që të pozitë u thonë duhet me ja dhon dorën Isa Mustafës, që është siguru që asociacioni s'ka me pas kompetenca ekzekutive, s'ka me qenë vije 3 të pushtetit, diçka që vetëvendosja ka trumpetu, tash po del rajshëm që 6 vjet. Edhe mandejnë 2019 për njëherë doli që s'ka asgjë për e kësaj pune. Se prap, nuk e kemi procedu tutja ato, pjesërisht që kjo është arsyeja pse kemi dështu për antarësim në Këshill të Evropës, edhe jemi në situatë që jam ka insistoj veç me marrë qëndrime pak ma të qarta. Nëse 2023 Brukseli, po thoni, nuk e zbaton Serbia, nuk e zbatojmë as na. Është që kjo definitiv. Po nëse është marrëveshje bilaterale, çfarë kuptimi ka që ne ta zbatojmë dhe Serbia të mos e zbatoj? Kur ju bëni, ne nuk kemi bërë marrëveshje me vetveten. As nuk kemi bërë marrëveshje me BE-n. Ne kemi bërë marrëveshje me Serbinë dhe marrëveshjet me Serbinë duhen zbatuar nga të dyja palët. Nuk ka vdekur koha kur ne i zbatonim gjitha dhe lejonim që Serbia përsërit na rikthente në pikën 0. A e kuptoni ju që në vitin 2022-2022 ende kemi diskutuar për marrëveshje që janë lidhur që në vitin 2011. Kemi diskutuar për targa, kemi diskutuar për letërnjoftime, kemi diskutuar për dokumente të tjera ku në fakt paraardhësit tanë veç ishin marrëvesh me Serbinë. I kishin kry krejt pjesën e tyre, ndërsa ne prisnim që Serbia neve një Serbia. Një Serbia. Kjo me Washingtonin është marrëveshje direkt me Shtetet e Bashkuara. Ktu zbatohen marrëveshjet bilaterale. E sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është direkt, në shtëpi bardhë është e nënshkruar. Nëse ata thonë ju japim pare ose duhet palët mu përgatit për me marru hekurull, edhe na 5 vjetë zdi mu përgatit për hekurull, a vlen edhe matutit që kjo marrëveshje? Shikoni, ne me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi hapur diskutime jashtëzakonisht të gjëra në shumë fusha të ndryshme. Intensifikimi i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë kohë të një
Evrope, por edhe të një bote e cila përplaset me konfliktet ndryshme, të një Evrope e cila për herë të parë diskuton përsëri shtete si Gjermania, pak të natyun e ndjek çdo detaj. Diskutojmë përsëri që populli gjerman, shteti gjerman duhet përgatitet për luftë, që diskutohet përsëri rikthimi i shërbimit detyrueshëm ushtarak, e tjerë. Domethënë në këtë botë po jetojmë sot. Nuk po jetojmë në vitet 2015, kur luftrat në Evropë dukeshin si diçka e pa imagjinueshme. Dhe në këtë kohë që po jetojmë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kemi intensifikuar dhe zgjeruar jashtëzakonisht bashkëpunimin, marrëveshjet në fushën e sigurisë, sepse është gjëja e parë e cila lind si nevojë në vendin tonë. Është pjesë një projekti më të madh, është pjesë një projekti që ka nisë 2018, quhet plani 10 vjeçor për transformimin e gjithëpërfshirës të forcës së sigurisë së Kosovës. Jo, të gjitha marrëveshjet që ka lidhur ministri i mbrojtjes kanë bëjnë me planin e transformimit. Po tani shiko, çka më pengon mu, unë jam shumë autokritike për gjërat cilat ne kemi mundur t'i bëjmë dhe nuk i kemi bërë. Por, çfarë mua më pengon në debate të tilla është që gjithçka që kemi bërë ne e ka bazën diku krejt larg dhe nuk është merite jona. Jo, nuk thash që është merit. Thash që është pjesën e diçkaje të mahershme, është vazhdim, nuk dhe gjithçka që ne nuk kemi arritur ta realizojmë 100%, është faji ynë. Pra, ose jemi kujdestar edhe për meritat, edhe për fajet, ose nuk jemi kujdestar për asnjërin prej tyre. Të sqarojmë pak. Nëse jemi ka flasim prap për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, jom ka tentoj me marrë vesh çto marrëveshje as qëndrojnë. Jom ka tentoj me marrë vesh nëse ka një vlerësim që marrëdhëniet janë të degraduara. Ka një deklarat tjetër që nëse Kosova s'don me na trajtu si partnerë dhe na duhet mu kujtua i trajtojmë si partnerë. Nëse ka një deklarim të kryeministrit në Guardian, jo në TV Malishev, në Guardian, që deklarata e Antony Blinken është naive, nëse suspendohet dialogu strategjik, edhe kemi dilema a e zbatojmë që të marrëveshje, po tentojmë me insistua ajo në obligime ndërkombëtare që i bërë në legislaturës dhe. Më merrni lirisht për detajiste, por ju tha disa gjëra që nuk qëndrojnë. Thatë për shembull që Antony Blinken është naiv që kryeministri nuk e ka thënë, ai ka thënë qasja e tij është naive. Deklarata e tij është naive. Po tjetër thuash personi është naiv dhe tjetër thuash që personi është naiv, siç interpretohet me shumë zell këtu në Kosovë. E dyta, thatë që është pezulluar dialogu strategjik, nuk mund pezullohet diçka e cila ende nuk ka nisur. Është e vërtet që ne kemi pasur, po, detaji është i rëndësishëm, sidomos në marrëdhënie ndërkombëtare. Sepse po të njëjtën gjë mund të kishte thënë që në fillim, jo është pezulluar dialogu, po mund të kishin thënë ka pasur të nisë një dialog në të ardhmen dhe koha për nisjen e atij dialogu është shtyr. Por ne mund të shërbehemi me deklarata të shumta të kaluarës. Fakt është që presidenti Amerikan ka nënshkruar së fundi një ligj i cili e sheh Kosovën në mburojën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fakt është që kemi pasur fërkime edhe me Shtetet e Bashkuara, edhe me disa prej partnerëve të tanë strategjik, rreth disa temave që kanë pasur sidomos me shtetin ligjor edhe me sigurinë tonë në veri, të cilat kanë qenë vërtet fërkime mes partnerësh, mes aleatësh, edhe të cilat në fund me realitetin e ri të krijuar në veri të vendit tonë, kanë dëshmuar që kemi pasur të drejtë. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrallë kanë qenë kaq intensive sa i kemi në këtë moment. Sepse marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara shkojnë përtej deklaratave publike të diplomatëve, por janë substanciale dhe të organizuara në atë formë që t'i shërbejnë të dy vendeve tona dhe sidomos t'i shërbejnë Republikës Kosovës. Po marrëveshje me Amerikën nuk kemi pasur vetëm në fushën e sigurisë. MCC-ja me 200 e diçka dollarët për bateri, që është një prej marrëveshjeve të pakta e cila nuk u suspendua. E kam fjalën jo vetëm marrëveshje me Kosovën, po marrëveshje